vendosin në një... Jo, më që qëndrimi... Në një koalicion eventual. Jo, qëndrimi AOK-s ka qenë shumë i prejmë. Zotja Haradinaj disa herë që i gojap mundësia që ka qenë media, ka qenë shumë i prejmë që nuk është dhe nuk shkon në një koalicion me vetë vendosin. Kështu ka qenë i prejmë edhe po besoj që kjo ka me umbajt. Njëtë ka qenë edhe PDK-ja, tash edhe LDK-ja në një familje... Thot s'ka vijat kuqe. Dalimi, kush thot? PDK-ja. Vija kuqe ka kuptimin para zgjedhjeve që vendosin partitë politike. Jo, edhe para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve thot s'ka vija kuqe PDK-ja. Ka pozicionin e vetë, ka kërkesat e vetë. E bie kështu Sadik. A kupton si farë pozicioni është tash? Edhe në bazë të kushtetutës. Fillimisht, momentin kur konstituohet kuvendi, me këtë strukturat e saj, fillimisht presidentja ka obligim kushtetues mandatari me partisë fituese, që është vetëvendosja. Në rast se vetëvendosja dështon me kriju shumicën parlamentare, atëherë i takon partisë dytë. Partia e dytë këtë rast është PDK-ja. Kështu që në asnjë logjik nuk mund të kuptohet që PDK-ja si parti e dytë me i shku partisë parë, edhe me bë qeverinë me partinë e parë, tu e pas mundësinë me marr mandatin dhe me bë vetë qeverinë, edhe me udhëheq vetë qeverinë, ose në një mënyrë edhe pak edhe më larg me analizu partia e dytë kur të kenë koalicion me partinë e parë, e din çka e gjen, çu ka gjetë LDK në zgjedhjet pas zgjedhjeve të kaluara. Pra, mundësia që partia e dytë me dalë zgjedhjet tash me partinë e parë, ja pamundson vetes kur në partinë e parë. Kështu që PDK-ja është i qartë që është kundër bashkëpunimit me vetëvendosin. Tash dyshimet që kanë dalë sot media që 3 deputetë të nismes munden me votu qeverinë e Albin Kurtit, pra në rast se ky kandidon dhe me vazhdu me qeverisë Kurti prap me votat e nismes, tu mos hynë koalicion me ta, kjo mund ndodh, edhe ka shumë arsye që mund bindin që mundet me ndodh, për shkak se nisma në këto zgjedhje ka garuar me neve. Dhe në një farë mënyrë shihet që gora nuk ka qenë shumë fair, loja s'ka qenë shumë fair, për shkak të orientimit të votës së nismes në marrëshef të 10 kandidatë të saj. Se s'po thu nuk ka luajtur fair Fatmi Lima me nismën. Jo, absolut nuk ka qenë fair. Në rast se zoti Haradinaj ka qenë kandidati ynë për kryeministër, edhe bartës e listës, edhe në Malishev, Pejnishi dhe Ete Dhejtshi, janë këtë kandidat të nismes, edhe i 11 zoti Haradinaj si kandidati ynë për kryeministër, kjo s'ka kurfar logjike. Më kjo tregon që loja absolut nuk është fair. Nuk ka logjik. Fatmi Lima si ka kaluar Deçan? Ka marrë përmbinimi vota. Madje më shumë ka marrë vota Fatmi Lima. Po edhe orientimi i votës alton hyn çat punën e skemave që po flosëm. E zoti Goshi ku e boni ligjëratën e tij bashkë me zotin Drenori, po sidomos zoti Goshin në këtë rast, ama deshti me i lot gjithë. Ta mbylli. Domethënë po se të kesh që atë u qillu pak më demokratike, shpullavën e krejt, se ata nuk janë që dolin rrejnë, vrasin, gjujnë. Këtë ide, është nën kryetari i partisë. Domethënë në Deçan, Fatmi Lima u respektu me vot, më shumë se sa Ardian Gjini për shkak se ka pas numrin 2. Edhe ka qenë në një farë mënyrë kryetari i nismes, është kryetari i nismes, o respektu me vot. Nuk ka ndodhur njëjta në Malishev, pra në rast se nisma i ka pas 8000 vota në Malishev, dhe 8000 vota i orienton te një dhëfshë e vet, dhe nuk votohet as kandidati për